e labit, pra në Rahovec, nuk i dojnë minoritetet as pak. Tash labi për shkak se e përmend një fjalë pra jo të adekuate, për shkak se labi ka pas kontakt me gruan serbe, i përmend minoritetet dhe kisha dashur me i thonë labit kur nuk i folnin minoriteteve atje, qysh mundin me u martu ose me pas fëmijë. Pra do thotë është një çështje ngritur nga një vajzë nga me fjalë tjera nga vendi i qytetit njëjtë me labin, ku thotë që nuk trajton mirë minoritetet atje dhe pse po e shfrytëzon në farë mënyre vetëm për dal nga situata për thënë që nuk është serbe por është minoritete. Pra minoritetet sipas saj janë të mira atëherë kur ka nevojë dalin nga situata të tilla të palakmueshme, sikur se po ndodhet aktualisht labi me këtë kritik. Si e sheh gjithë këtë që është duke ndodhur? Unë po mendoj që labi ky vjetri, tash do më thonë që jena të posjedu, është në gjendje me shfrytëzu gjithçka për lojë prej jashtë. Po mendoj që jo vetëm labi, po edhe disa banorë tjerë po kanë mungesë ndoshta temi të kapacitetit për me bo lojë mrenda, edhe po gabojnë shumë që po përdorin gjona prej jashtë edhe me që ato po kapen edhe po vazhdojnë po bojnë drama. Është bërë si normale, sepse nuk kemi pas reagime as nga produksioni sa atë që në përprajme i kanë thënë që mos diskutoni krijoni tematika tjera, por s'ka pas tërheqje vëmendje, me sa po e shoh as nga produksioni, deri më tani jo. Të shohim se çfarë të ndodh. Pastaj njëjtën shfrytëzoi edhe Labinoti i riu që ja përmendi këtë temë labit. Arsye ceka që po bojnë shumë gabim që po përdorin gjatë tërkohës gjona prej jashtë. Për mendimin tave thash nuk janë të e pas kapacitetin e duhur për me bo lojë vetëm brenda. Sa i përket kësaj vazit që ka shkru, shumë mirë që ka shkru, nuk dyshoj që labi ndoshta e ka thonë me qëllim shumë të keq me dëshiren e ti, po këti i shasim fjallë shumë shpesh për i goje, se one e shoh që kjo nuk e din shumë shpesh as çka fol, as çka vepron, as çka bën, nuk e ka idin, edhe që shtojnë ana e ka hup topin, mrena në përshpe, edhe është e lyp topin, po s'është e gjetë. Kështu që mbetet e shihet që shka mu vendos ndoshta në këtë rast prej produksionit, po besoj që do të mu penalizu pak për përdorimin e asaj shpreje, sepse nuk është e duhur. Edhe sidomos ka përdorur shpreje ndër të tjera po, jo ndaj Romës specifikisht, po gjatë krejt këtij muhabeti ka edhe terminologji që nuk duhet me u përdorur. Po që labi me sa duket andaj pra kemi pas reagime edhe nga qytetarja nga Rahoveci që është ndje e ofenduar? Po, është e vërtet edhe mendoj që unë paktën qysh po e kuptoj çka do me thonë Saranda me këtë rast, është në rast që ku dio njerëz ju kanë qarë qatë shumë se është gruaja sërbe, nëse është Rome ka me qenë pak ma e ulët në reagimi publik me një anë. Edhe mundet me konë që kjo arsyeja pse kjo e përmend. Po mas nej çka është e dyshuese është kjo e përmend emrin e Kusherinit. Se mendoj që nëse labi e kishte trellu këtë këngëngjarë, s'kish guxuar me e faktorizuar dhe me thonë publikisht emrin e tij. Që e ka mirë mendu para se të futej gjithë këtë storje dhe ka planifikuar që të ndodh dhe të flitet shumë për të ta mbajtur për të gjetur një vegës që labi qëndroi në lojë. I thotë edhe labi i ri, thotë unë djetë ta përmana këtë çështje dhe të natën e kemi nu çfarë arsyetimi me gjetë sot për me e thonë. Labi i ri, i thotë labi të vjetë, mos i bindojnë ashtu i ri. Madje po e shohim një hezitim nga bashkëshortja për me fol për këtë rast, që domethënë kanë qef pak me shtyr, me tjerë, nëse kisha mujt me thonë këtë farë ngjarje që me majt labin a lanë lojë dhe më kuptu nëse ka ose jo fëmijë me gruan. Derisa të zgjidhet çështja, labi qëndron në shtëpi, është shumë e kuptueshme. Po më duket e kemi Redion Shtyllën lidhje direkte. Redion, mirëmëngjese. Mirëmëngjesi, kënaqësi që t'ju gjej. Ndjes përsëri, por kam qenë në festival mbrëm edhe kam brohoritur. Po vret, po shihet. Besoj ke kaluar çaste të mira apo jo? Patjetër që po. Bukur. Atëherë të marrim një mendim tëndin rreth kësaj që është duke ndodhur aktualisht. Po besoj një prej temave më të nxehta në mes të Labinotit dhe labit, si dhe gruaja jashtë që po pretendohet të jetë herë sërbe dhe herë rome. Sigurisht që është një kalvar që ka nisur që kur u zbulua për herë të parë nga vetë zonja që publikonte foto dhe duke shënuar emrin e labit, e kam thënë që mund të jetë një lloj strategjie duke ditur peshën e provokimit që është, por duke parë dhe të gjithë lojën që po bën labi brenda që nuk ka limite, që nuk ka kufi, që do të tregoj që e do shumë atë lojë, që është një lojtar shumë i mirë, nga ana tjetër kjo gjë mund ta penalizoj pasi edhe mbrëm mënyra se si e qasi, duke fyer një komunitet, duke e ulur le të themi peshën e të qenit ajo serbe, pra
që është komunitet rom për mua, i bie që mund tjetë e sajuar, apo mund tjetë edhe një lloj narrative e vërtet, por duke parë labin atë shtëpi, nuk e di se sa pesh të vërtet e ka në të gjithë këtë histori dhe sa keq që po përdoret një fëmijë në këtë rast për të bërë një lojë jashtë që për mua nuk është fare e ishme dhe nuk duhet. Do shta duhet për paragjykimet që labi ka bërë ndaj Sasës për historinë e saj, duke u treguar patriot, e ndërkohë që ka këtë pjesën tjetër pis nga pas, për mua duhet të ballafaqohet dhe besoj që vllai i madh do t'i japi informacionin se çfarë po flitet në rrjet, por nuk e di nëse labi i vjetër do ta kaloj me një kërkim falje apo do të tregoj Kërkim falje ndaj kujt? Sepse ka shumë kujt për t'i kërkuar falje, besoj. Po, pikë së pari për zonjën që e ka përmendur aty, për etiketimin, për lecimi, për paragjykimin